Me nga 45 vite burg secili ka kërkuar zyra e prokurorit të specializuar që të dënohen. Ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, ish kryeparlamentarët Kadri Veseli dhe Jakub Kresniqi dhe ish deputeti Recep Selimi, të cilët po gjykohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në dhomat e specializuara të Kosovës, siç quhet gjykata speciale me seli në Hag për krimet që pretendohet se janë kryer nga ish anëtarët e UÇK-s gjatë luftës së fundit në Kosovë. Ndërsa gjyqi ndaj ish 4 zyrtarëve të lartë të Kosovës hyri të hënën në fazën e tij përfundimtare, e cila nisi me deklaratat përmbledhëse. Prokurorja Kimberly West këmbguli se veprat për të cilat të pandehurit akuzoheshin ishin shumë të rënda. Kërkojmë vendim dënimi për të gjitha pikat e aktakuzës dhe vendosjen e një vendimi të vetëm prej 45 viteve, mbështetur në kontributet individuale të krimeve të bëra ose të kryera nga secili prej personave, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Kresniqi. Këto krime janë krime lufte dhe krime kundër njerëzimit dhe janë të rënda nga natyra dhe këto akuza nuk e kanë humbur vlerën e tyre me kalimin e kohës, por vazhdojnë të mbeten ende shumë të rënda. Në mbrojtje të ish presidentit Hashim Thaçi vitin e shkuar dëshmuan 7 personalitete të njohura ndërkombëtare, për të cilët prokuroria specializuar West pretendoi se nuk kishin dieni dhe informacione në lidhje me strukturën e UÇK-s. Në 2 javët e ardhshme ekipi mbrojtës dhe të pandehurit do të kenë mundësinë që për herë të fundit t'i drejtojnë trupit gjykues me parashtrimet e tyre në këtë proces.